Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin në Monitor TV, këtë herë për të ndarë ngjarjet dhe lajmet më të fundit. Do të flasim për moderatoren Kiara Tito dhe për bashkësortin e saj, Luiz Eili. Kiara dhe Luizi gjithmonë kanë ditur të na japin emocione të bukura, kanë ditur të na japin adrenalin. Në fakt kemi shijuar Kiarën dhe Luizin dhe pikërisht natën e mbrëmshme Kiara ka postuar një video teksa e pyetën Luizin se si të duken flokët e mi. Fansat duke shkruar në Instagram Kiarës, duke pyetur se çfarë të tha Luizi, si u shpreh Luizi, si e përjetoi Luizi ndryshimin tënd kaq të bukur. Kiara Tito tha që Luizi as nuk më ka thënë asnjë gjë dhe as nuk më ka dhënë asnjë lloj komplimenti. Dhe pikërisht natën e mbrëmshme, Kiara Tito në një video live ka ndarë këto emocione ku Luizi përsëri nuk i tha asnjë gjë. Moderatorja e njohur Kiara Tito është një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar, e cila çdo herë arrin të tërheqë vëmendjen me stilin, energjinë edhe me karizmën e saj. Me rikthimin e spektaklit Portokalli, Kiara ka vendosur të nisë këtë sezon të ri me një ndryshim të guximshëm në pamje. Realisht, Kiara nuk i ka patur flokët në herë kështu, do me thënë është hera e parë që e shohim Kiarën kaq ndryshe. Ka ndryshuar shumë edhe në fytyrë, ndoshta e bën dhe mosha, dhe periudha dhe ato të gjitha estetik të madhe që në fakt Kiara e përdorën për vete që të duket shumë e bukur, Kiara shkëlqen në të gjithë daljet e saj. Në një postim të fundit në Instagram, ajo ndau me ndjekësit e saj pamjen e re, duke zbuluar se kishte çelur ngjyrën e flokëve. Ky ndryshim i dha një freski dhe një shkëlqim të veçantë pamjes së saj, duke bërë akoma edhe më të hishme. Fansat me njëherë e vërejtën këtë detaj dhe nuk nguruan të shprehin entuziazmin e tyre në komente. Por ajo që i bëri më shumë kureshtar ishte reagimi i Luiz Eilit, partnerit të saj dhe një nga këngëtarët më të dashur në fakt për publikun shqiptar. Ata të dy janë një nga çiftet më të komentuar dhe më të ndjekur në rrjetet sociale dhe çdo detaj i vogël në lidhjen e tyre bëhet me patjetër me njëherë lajm. Kiara me inteligjencën dhe humorin që e karakterizon, nuk i la ndjekësit që të presin gjatë. Pas publikimit të fotos, ajo vendosi të ndajë edhe një video ku shfaqej Luizi. Domethënë ishin në apartamentin e tyre. Fillimisht këngëtari nuk e vuri re me njëherë ndryshimin në flokët e saj. Siç ndodh shpesh mes çifteve, burrat nuk janë gjithmonë ato që dallojnë detajet e vogla në pamje. Jam shumë i bindur që Luizi e ka ditur që Kiara ka ikur të ndryshoj ngjyrën e flokëve, nuk ma merr mendja që nuk e ka ditur, sepse e ka qenë një proces i gjatë, një proces që ka zgjatur me orë dhe me patjetër që Luizi ka qenë i informuar se Kiara ku është. Mirë po, në një video të dytë, Luizi reagoi me stilin e tij karakteristik, me humorin që gjithmonë e dallon dhe e bën atë të veçantë. Ai tha: "Për të kuptuar ndryshimin e pamjes së partneres, mjafton të shohësh faturën në llogarinë bankare." Kjo nuk kupton që Kiarës i kanë kushtuar goxha shumë lekët dhe në momentin që Luizi ka hedhur syt në celularin e tij për të kontrolluar faturën bankare, do të thënë ka arritur të kupton që flokët apo ndryshimi i Kiarës ka kushtuar shumë. Ky koment i tij jo vetëm që bëri Kiarën të qesh, do të thënë Luizi është epik, është i lindur humoriste dhe di të falë gjithmonë pozitivitet. Unë do kisha lutur në fakt që në këtë banesën e tyre të paktën në dhomën e ndenjës le të na vënë kamerat, i shohim 24/7, jam shumë i bindur që janë familja më gazmore dhe janë familja më pozitive që ne mund të kemi njohur. Komenti shkaktoi të qeshura edhe tek fansat, të cilët me njëherë shpërndan videon dhe e komentuan me batuta të tjera plot me humor. Ky reagim është tipik për Luizin, i cili gjithmonë arrin të sjellë një atmosferë të ngrohtë, qoftë në skenë, qoftë edhe në përditshmërinë e tij. Ndryshimi i pamjes së Kiarës është një tregues i qartë se ajo është gati për një sezon të ri, plot energji,
sfida edhe momente të paharrueshme. Portokalli është një nga spektaklet më të ndjekura në vend dhe publiku mezi pret ta shohë Kiarën në rolin e moderatores, ku ajo do të sjellë profesionalizmin, sharmin e saj dhe një imazh gjithmonë të kuruar deri në detajin më të vogël. Ky episod i vogël me saj dhe Luizit tregon edhe një herë se pse ata janë bërë një nga çiftet më të dashura të publikut. Naturaliteti, thjeshtësia dhe mënyra e tyre e sinqertë e komunikimit i bën ata shumë afër me publikun. Fansat nuk shohin vetëm dy personazhe të njohur, por një çift real, me humor, me dashuri dhe me situata të përditshme, ashtu si të gjithë. Nga ana tjetër, reagimet në rrjetet sociale nuk munguan. Disa ndjekës komplimentuan Kiarën për pamjen e saj të re, duke i quajtur një nga moderatoret më elegante të ekranit shqiptar. Të tjerët natyrisht nuk nguruan të bëjnë shaka me reagimin e vonuar të Luizit, duke cilësuar atë si tipik për burra që shpesh nuk dallojnë ndryshimin e pamjet të partneres së tyre. Megjithatë, është pikërisht kjo një dinamik që i bën Kiarën dhe Luizin të veçantë. Ata nuk kanë nevojë për skenare apo gjeste të mëdha për të tërhequr vëmendjen, mjafton një video e thjeshtë dhe një reagim i sinqert dhe një batutë e hedhur në momentin e duhur për t'i bërë fansat të qeshin dhe të ndjehen të lidhur me ta. Në fund të fundit, ndryshimi i flokëve nuk ishte thjesht një zgjidhje estetike për Kiarën, ishte një mesazh se ajo është gati për një fillim të ri, për një sezon të mbushur me risi dhe për të sjellë energji pozitive në çdo paraqitje. Ndërsa Luizi me reagimin e tij tregoi edhe një herë se humori dhe dashuria janë çelësi i marrëdhënies së tyre. Prandaj nuk është të çudi që çdo postim i tyre në rrjetet sociale të kthehet në lajm, sepse publiku i sheh ata jo vetëm si personazhe të njohur, por si një shembull të një çiftit modern që jeton dashurinë me thjeshtësinë edhe me humorin. Unë jam shumë i bindur që Luiz Zelli nuk i ka kaluar kjo gjë pa e parë. S'ka shanca Luizi të shkojë ke shtëpia edhe të mos e shikon Kiarën. Të mos e shikon Kiarën si është bërë, mos e shikon Kiarën çka ka vesh, nuk ka shanca. Domethënë është e pa imagjinueshme. Luizi mos e shikon në asnjë mënyrë. Domethënë thjesht Luizi dhe Kiara din të mbajnë audiencën për vete, din të bëjmë publikun për vete dhe të na japin ne adrenalin. Kiara do startoj me Portokallin, Luizi do startoj me filmin, do sillen hite, do sillen këngë. Kështu që vetëm presim suksesin e tyre. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju qëndroni me subscribe në kanalin Monitor TV.